Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 22 prill dhe Kishën Ortodokse në këtë datë na afron lexojmë nga Libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 4, vargu 13 deri në vargu 22. Por mos u mbur kohë, ne fillojmë të lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë. Ata kur e pan cilësinë e Petrës dhe të Johanit dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe parësim, u mrekulluan dhe njihnin se kishin qenë me Jesuin. Duke parë pastaj në këmbë pranë tyre njeriu që u shërua, nuk mund thoshin asgjë kundër. Dhe mbasi urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin, duke thënë: "Ç'u bëjmë këtyre njerëzve, sepse është njohur gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por që kjo të mos parapen më shumë në popull, t'i shtrëngojmë me kërcënime të rrepta, të mos flasin më asnjëriu në këtë emër." Dhe si i thirrën u dhan urdhër atyre të mos flasin fare as të mësojnë në emër të Jesuit. Por Petro dhe Johani, duke përgjigjer atyre, thanë: "Gjykoni ju nëse është e drejtë para Perëndis, t'ju bindeni më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata pasi kërcënuan përsëri lanë të shkojnë, duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur, sepse njeriu në cilën kishte ndodhur kjo mrekulli e shërimit ishte më shumë se 40 vjeç. Pra kjo është pjesa që lexojmë sot, ka lidhje me mrekullinë që u bë në emër të Jesu Krishtit nga Apostull Petro dhe Johani tek një i çal, i cili ishte një moshë madhore 40 vjeç, që lypte gjithmonë në derën e tempullit. Dhe kjo mrekulli pati jehon të madhe në popull, disa besuan në Krishtin e ngjallur, por disa e kundërshtuan. Kundërshtarët ishin po ata që kundërshtuan Krishtin dhe dhanë urdhër për kryqëzimin e Krishtit, ishin kryepriftërinë dhe priftërinë. Dhe ashtu si e arrestuan Krishtin dhe e çuan në Sinedër dhe e gjykuan padrejtisht me akuza të rreme, të njëjtën gjë bënte me nxënësit e Krishtit, Apostull Petro dhe Johan, të cilët i arrestuan dhe i çuan në Sinedër për t'i gjykuar. Por në vargun 13 shikojmë ata kur pan çirtësinë e Petrit dhe Johanit dhe kuptuan se ishin njerëz të pamësuar dhe parësim, u mrekulluan dhe i njihnin si kishin qenë me Jesuin. Shikojmë që priftërinjt i shikonin Apostull Petro dhe Johani si ignorant për çështjet teologjike, sepse ata pretendonin pra se kishin diploma teologjike, kurse Petro dhe Johani ishin thjesht të parësimuar. E njëjta gjë ishte edhe me Krishtin. Krishtin ata e shikonin si një profet ndatsak, të paditur, madje çuditeshin për urtësinë e Krishtit, po të njëjtën gjë patën, siç thash, dhe për nxënësit e Krishtit. Por nxënësit e Krishtit, Apostull Petro dhe Johani, apostujt dhe dishepujt, nuk ishin të parësimuar, sepse ata për 3 vjet kishin qëndruar me mësuesin më të madh, birën dhe fjalën e Perëndis bërë bir njeriu, dhe pra kishin bërë shkollën teologjike. Por thjesht këta kërkonin një dije nga ana njerëzore, diploma nga ana njerëzore. Aq më tepër, vetë Zoti Jezu Krishti kishte thënë apostujve që kur të vijë Shpirti i Shenjtë mbi juve, do t'ju urtësoj, do t'ju kujtoj atë çfarë kam thënë, madje edhe kur t'jeni përpara armiqve, mos mendoni se çfarë do thoni, sepse Shpirti i Shenjtë do vi mbi juve dhe do t'ju japi urtësi që do t'i mundni dhe armiqtë tuaj. E njëjta gjë ndodhi me Apostull Petro dhe Johanin. Ata kishin një urtësi me çirtësi përpara Sinedrit dhe antarët e Sinedrit u çuditën. Por kjo ka një mesazh dhe për neve sot. Autoriteti i vërtet i dëshmisë për Krishtin nuk vjen nga diploma thjesht njerëzore, por nga bindja në doktrinën e krishterë, nga përvoja në një marrëdhënie të sinqertë me Zotin, që krijon dhe integritet dhe jep fjalëve tona urtësi dhe autoritet. Të dashur të krishterë, teolog nuk të bën thjesht studimi në teologji, sepse fatkeqësisht ka edhe njerëz që kanë studiuar për teologji, por ata kanë mësuar disa teori, disa formula fetare, por nuk i besojnë ato. Thjesht janë rrogtar, por nuk janë teolog, sepse kisha 3 teolog njeh, shën Johanin, shën Grigor teologun dhe shën Simon teologun e ri, por teolog nuk të bën studimi, pavarësisht se studimi nuk duhet ignoruar, por teolog të bën një lutje e pastër tek Perëndia, siç thotë shën Pais Agjoriti, që do thotë një person i cili lutet me sinqeritet
Perëndia i jap mendjen dhe zemrën atij dhe urtëson dhe po ashtu ndihmon edhe katekizmin në kish dhe neve duke pasur një njohuri që kemi mësuar në kish, por edhe nga një marrëdhënie e vazhdueshme, e sinqertë dhe përvojave që fitojmë nga bashkimi me Zotin, atëherë ne bëhemi teolog, që do të thotë ne arrim të urtësohemi nga Shpirti i Shenjtë, të mësojmë jo vetëm veten, por edhe të tjerët. Dhe sot njerëzit për shembull ndjejnë kush është një teolog i vërtet. Ai thjesht që bën një profesion apo dhe një besimtar i cili kur flet me sinqeritet dhe flet nga përvoja dhe ky bëhet më i besueshëm. Ashtu si ishin të besueshëm edhe Apostull Petro dhe Johani. Po le të flasim dhe për vargjet më poshtë, në vargun 14 na thuhet, duke parë pastaj në këmbët pranë tyre njeriu që u shërua, nuk mund thoshin asgjë kundër. Pra, edhe ky varg ka një domethënie, njeriu i shëruar nga Apostullt Petro dhe Johani me fuqinë e Krishtit të ngjallur, ishte dëshmia që nuk mund të kundërshtohej. Ky është një mesazh tjetër që veprat konkrete flasin më fort se sa fjalët. Një ndryshim real në jetë është argumenti më i fortë se sa të bësh filozofi. Prandaj edhe Shën Joan Gojarti nxiste bashkëpunëtorët e tij të shkonin dhe të predikonin në është e mundur me fjalë, pra të predikojnë me vepra. Dëshmia më e madhe e krishterimit dhe që ka ndryshuar botën nuk ishin thjesht filozofia dhe teologjia, por ishte jeta që bën të krishterët. Me anë të kësaj jete, me anë të veprimeve, ata ndikuan tek paganët dhe ndryshuan botën pagane. Njëjtën gjë duhet bëjmë dhe neve sot, pra duhet të jetojmë si të krishterë dhe të flasim si të krishterë. Atëherë do kemi impakt tek të tjerë dhe të tjerët nuk do kundërshtojnë dot, sepse vepra e një jete të ndryshuar patjetër është dëshmia më e madhe. Le të flasim edhe për vargjet më poshtë, jemi në vargun 15 ku na thuhet dhe mbasi urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit, u konsultuan me njëri tjetrin dhe lexojmë dhe dy vargje tjera, 16 dhe 17, duke thënë: "Shtu bëjmë këtyre njerëzve sepse u është njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme për tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, t'i shtrëngojmë me kërcënime të rrepta, mos flasin më asnjëriu në këtë emër", dhe këtu bëhet fjalë mos flasin në emër të Isuit. Pra, Sinedri, që ishin përfaqësuesit, ishin 71 persona që bëheshin pjesë e këtij Sinedri, që këta u mblodhen, ashtu siç u mblodhen edhe për të dënuar Krishtin, u mblodhen edhe për dënuar apostujt, por u mblodhen në të keqen e tyre me manipulime, me mashtrime, me intriga, dhe tani ata u mblodhen që ta eklipsonin këtë ngjarje që kishte ndodhur në sytë të gjithëve dhe që kishte nxitur besimin në Krishtin e ngjallur. Por s'mund ta mohonin dot sepse fakti ishte konkret, i çali që ishte shëruar ishte aty. Atëherë ata përdorën forma të tjera, një dhunë psikologjike që t'i ndalonte Apostull Petro dhe Johani që ata të mos predikonin në emër të Isu Krishtit. Ky është një mesazh për çdo kohë. Gjithmonë krishterimi është luftuar nga kundërshtarët e tij, nga antikristët, të cilët kur nuk kanë pasur argumenta, kanë filluar një dhunë psikologjike, por edhe fizike. Dhe kjo ka treguar edhe dobësinë e armiqve të krishterëve. Edhe në kohën e sotme kemi njerëz të cilët nuk e hedhin poshtë krishterimin as si doktrinë, as si jetë, por e akuzojnë për gjëra të paqena dhe në një farë mënyrë bëjnë presion që të krishterët mos ta dëshmojnë Krishtin. Prandaj nuk duhet të tërhiqemi, sepse presioni për të eshtur mund të vijë edhe nga autoritetet, mund të jenë autoritete politike, autoritete fetare, ose nga shoqëria, ose edhe nga të afërmit, por neve nuk duhet të tërhiqemi, sepse në vargjet më poshtë ne lexojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Por Pietri dhe Johani, duke u përgjigjer atyre, thanë: "Gjykoni ju nëse është e drejtë para Perëndisë, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndisë", dhe vargu 20, sepse ne nuk mund të flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Në këto dy vargje pra që lexuam, na jepet përgjigjja thelbësore kundër një presioni psikologjik dhe fizik. A është e drejtë ju bindeni ju më shumë se sa Perëndisë? Pra Apostull Petro dhe Johani dëshminë që po e bënin nuk e kishin marrë nga njerëzit, e kishin marrë nga Perëndia në Krishtin. Dhe këtu po flisin jo për punë njerëzore, por punë të perëndishme. Dhe Perëndia është autoriteti suprem, është mbi çdo autoritet tjetër toksor. Kështu që nuk mundet një njeri me logjik
ti nështrojë një autoriteti toksor dhe të lej autoritetin e Perëndishëm. Prandaj Apostulli Petro dhe Johani, edhe pse u kërcënuan, ata nuk mund të heshnin, por ata thanë, ne nuk mund të heshtim sepse ne do bindemi Perëndisë se sa juve, edhe pse juve kërkoni të bëheni mbi Perëndin. Mesazhi praktik që ne marrim sot është ky është një parim shumë i fortë që do ta kemi të gjithë ne të krishterët, që duhet të na pozicionoj kundër atyre që kundërshtojnë besimin ton, dhe ne nuk duhet bindemi çdo lloj autoriteti, sado i pushtetshëm që të shfaqet. Autoriteti suprem është vetëm Zoti, ne i bindemi Zotit duke dhënë dëshmi për Zotin dhe duke zbatuar porositë e Perëndisë me anë të veprave dhe me anë të fjalëve. Dhe nuk të riqemi, edhe sikur kjo na kushtojë shumë gjëra, madje edhe jetën, dhe këtu kemi dëshmitë martirike, të cilët pranuan të vdisnin, por të mos mohonin ato çfarë Zoti kishte urdhëruar për t'i thënë dhe për t'i jetuar. Dhe në vargun 21 ne lexojmë: ata pasi i kërcënuan përsëri lanë të shkojnë, duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë po lëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse Sinedri, edhe pse u mblodh dhe u mblodh pra duke gjetur forma alternative dhe mashtruese, por edhe kërcënuese ndaj apostujve, përsëri ata nuk kishin autoritet, sepse argumentet e tyre nuk ishin të logjikshme dhe nuk mbështeteshin nga populli, dhe i liruan sepse, siç dëgjuan, populli ishte në anën e tyre. Pra, ku kemi një mesazh tjetër, opinioni publik dhe vërteta e dukshme mund të kufizojnë padrejtësinë dhe pushtetin që kërkon të imponojë këtë padrejtësi. Kështu që, prandaj dhe ne të krishterë nuk duhet të heshtim. Donjëherë na krijohet ideja se heshtja është zgjidhja më e mirë, është komfort. Jo, të dashur të krishterë. Ne duhet flasim kur e vërteta në Zotin, e vërteta në moralin, ajo në një farë mënyrë eklipsohet ose mohohet ose si them fyet. Ne nuk duhet të heshtim, sepse heshtja është në dëmin ton. Por duke heshtur ne nuk informojmë dhe opinionin publik, dhe kur ne informojmë opinionin publik për të vërtetën në Zotin, që është një vërtetë absolute, duke e dëshmuar atë me jetë dhe me vepra, ne bëjmë dhe opinionin publik në krahun ton, dhe kështu i bëjmë një të mirë të madhe shoqërisë. Kurse kur ne heshtim, atëherë dëmi është jo vetëm i shoqërisë, po i dhe ne të krishterëve, sepse ne pastaj nuk do kemi MZ dhe do mbetemi një pakicë dhe autoritetet antikrishte do bëjnë çfarë të duan me neve. Dhe më konkretisht lexojmë edhe vargun e fundit, vargu 22, ku na thuhet: sepse njeriu në cilin kishte ndodhur kjo mrekulli, shërimi ishte më shumë se 40 vjeç. Edhe ky është një fakt që është i rëndësishëm. Jo më kot jepet mosha 40 vjeç, ishte një moshë pjekurie. Pra njeriu që shërua ishte i aftë për të dëshmuar edhe për shërimin dhe nuk mund të manipulohesh, pra nuk ishte një fëmijë ose ishte edhe njeri pamend, ishte njeri i logjikshëm. Dhe kemi një mesazh. Sa më e pamundër të duket një ndryshim, aq më e fuqishme bëhet dëshmia kur ndodh. Pra, Zoti Krisht foli dhe veproi, dhe veprat e tij i jepnin si them përligje fjalëve të tij. Njëjtën gjë bën dhe apostujt. Ata vepruan dhe folën, ose folën dhe vepruan. Të njëjtën gjë duhet bëjmë dhe ne të krishterët. Pra, jo vetëm duhet flasim, por dhe duhet veprojmë. Dhe kur ne veprojmë mirë, atëherë dhe fjalët tona kanë autoritet dhe janë të pakundërshtueshme, sepse fakti i veprave tona është i dukshëm, si në ndryshimin e jetës sonë, por në ndryshimin dhe bamirësinë e jetës së të tjerëve. Kështu pra, të dashur të krishterë dhe miq, le t'i marrim këto mesazhe dhe t'i ushtrojmë në përditshmërinë tonë duke qenë të krishterë me vepra edhe me fjalë, dhe duke mos u tërhequr kur përballë çdo autoriteti toksor, si politik dhe fetar, por duhet të themi më shumë do t'i bindemi Perëndisë se sa njerëzve. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Krishti u ngjall.